Shkruaj tani fjalë më herët, po ta të ndëgju demagogji edhe të ndëgju manipulime s'komqare pa i bot disa replika të vogla. Është pak e dhimbshme që në vitin 2026 e ndëgjoni qeveri duke u lavdume ose duke u krenu me idenë që këtë vit s'po na rritet rryma. Don këto e ndëgjum pak më herët, edhe keni far aplauzi këtu, një far gëzimi i madh që s'po na rritet rryma në vitin 2026 edhe një falënderim ose një krenari për punën e ZRE-s. Nuk e aplauz për naj termocentral bërthamora, për naj investim të madh me një shkollë ose me një spital, po ke aplauz që s'po na rritet rryma në vitin 2026. Është rrit 3 herë, po kjo ke arritun. E ndëgjova dhe që e pranun ma në fund që në 5 vitet e fundit qeverisës tyne kemi prodhu ma pak rrymë se 5 vitet paraardhjes së tyre. 1%. Ma pak. Do me thonë vend që me u krenu për një ngritje të kapaciteteve, për prodhim më të madh, krenaria dhe lavdata e qeverisë për veti ke që vetëm 1% ma pak kemi prodhu rrymë në 5 vitet e tyre se në 5 vitet para broke. Para mendone. E ndëgjova dhe që i kemi lexu keq blerjet ose importin e rryme se nuk ka qenë 252 milion, po vetëm 170 e diçka milion. 170 e diçka milion nuk jam pak. Nuk jam pak 172 milion nëse 3 milion euro të pare taksa paguesve në vit me i shpenzu për të lutëm, ministra, mos më pengo se të ndëgjova, unë e s'paku nuk të pengova. Të lutëm, mos më pengo. Gjdo fjallë, të lutëm. Ministre, të lutëm, mos e pengo deputetin. Qka, do me thonë, Val, po është shtirë me volë se po preken për gjanat cëllat janë të vërteta që i thanë vetë, me thonë drejqën. Edhe në fundë ndëgjova një fjali shumë interesant prej qeverisë, që tha, mas gjithë ty në investimeve, vitin e arshëm ka me u bo ma mirë. Nuk po e citoj, po paka shumë kjo munden qytetarët me ndëgju këto, tha vitin e arshëm ka me u bo ma mirë. Do me thonë kjo paka shumë përdure si shako prej njerëzve, por këtu ndëgju live në parlament, pri qeverisë që tha, vitin e arshëm ka me u bo ma mirë. Mas 6 vjetë qeverisje, na premtum që vitin e arshëm ka me u bo ma mirë. Unë mendoj që e s'kom qare pa e thone diçka, hera e parë që ndëgjova një lavdat prej një ministrit qeverisë Kurti për qeverin Thaqi, pak e çuditshme, po ke vërtet lavdat e mi, nuk e disha a të fol zoti Tahiri, a është të fol dikush për qeverisë, sepse unë vërtet i kam kritikat e mija për qeverisin Thaqi, po ma në fund e ndëgjova dhe këto, do më thone përjetova njetën teme një lavdat për procesin e privatizimit, edhe ma në fund u pranu që privatizimi nuk ka qenë shqitje 20 milion euro, po ka qenë 30 milion euro, me 300 milion euro investime, është mirë ju deputeteve të vendosës me ndëgju mirë ministrën kur foli që mos me kesh përdor pastaj në përfjalime ato që përthënje i kanë shqit për 20 milion, po me ju referu shifrave të sakta që ishin 300 milion euro investime të asoj kohë, edhe me vendos pastaj ka qenë mira, ka qenë keq, po s'po ku me nejtë gjithmonë me një tim. Dëgjë, unë këthena pak në tem, ideja keme folë për energji edhe mendoj se energjia më nuk është vetëm energji elektrike, është një farloj sovraniteti, është një farloj sigurie kombëtare, energjia është e lidhur edhe me shkollim, edhe me shëndetësi, edhe me ushtri. Sot nuk kemi as ushtri pa energji elektrike, sepse shumica platformave ushtarake tash ka nevojë për energji elektrike. Është sovranitet energjia elektrike. Edhe mendoj që e kemi marrë me jo seriozitet në momentet ma të rëndësishme historike të globit energjinë elektrike. Unë jam inxhinier edhe merrna me inxhinieri, po sa për informat, dikon 400 terawatt energji shpenzohet në vetë për data qendrave, për data centers. 400 terawatt. Deri në vitin 2030 kanë me mri në 1000 terawatt. 1000 terawatt është dikon, po që se kishte me qenë shtet, 1000 terawatt është shteti dikun i 6 ose 7 në botë. Vetëm data qendrat.
Prej këtyne 1.000 teravatve, dikun 400 teravat kanë mi shpenzu inteligjenca artificiale. Sa për informat, vetëm kompanitë e mëdha që merren me inteligjencë artificiale kanë me investu dikun 600 miliard euro në infrastrukturë të inteligjencës artificiale. 600 miliard euro, për i tyre Kosova nuk është as në radar. Nuk është as në radar, sepse s'kemi rrymë. Nuk prodhojmë rrymë, edhe investitorët largohen për një shteti që s'prodhon rrymë. Unë mendoj që kjo qeveri nuk do të me u kritiku për 170 e diçka milion euro investime apo 1 miliard euro blerje të rrymës. Unë mendoj që këta do të mu kritiku për miliarda euro humbje të potencialit të cilë Kosova kishte me i pas, po që se këta këshin me punu. Nuk mundesh me i kritiku për 1 miliard euro blerje të rrymës, kur në botë rryma është gjaja më e rëndësishme që po ndodh sot. Sot jetojmë botën e AI, dashtëm ose s'dashtëm, shumica prej neve përdorim inteligjencë artificiale. Shumica prej neve e kemi pjesë përbërëse të punës, si deputet, si mjek, si ekonomist. Edhe ne flasim për investime në bojler, edhe flasim për investime në ngritjet kapaciteteve, edhe flasim për investime që si janë bo 60 vjetë, prap mendoj manipulimi fjallëve, sepse gjithmonë ka pas ato investime, ndoshta disa janë bo dhe disa nuk janë bo, por pa investime një temë central nuk mund me egzistu. Ama në fshatrat Kosovës, e besa shpesha në qytete nuk po ka rrymë. Në vend që të flasim për nëjë data qendër të madhe, që trive këtu t'i thuhet, këtu po vjen IBM-i, edhe po vjen Facebook-u, edhe po vjen ku dion e një kompani Amazon, ne trive po i themi se vitin ashëm ka me u bo mirë. Faleminderit.